Albina Bajgora është një emër që po fiton gjithnjë më shumë vëmendje në botën e modës. Me pasionin e trashëguar nga nëna, ajo veçohet për një stil që ndërthur elegancën me finesën. Madje sot janë bërë bashkëpunëtore të pandashme, duke krijuar fustane që flasin me formë, ngjyrë dhe ndjesi. Çdo krim që del nga dora e tyre është një bashkim i mjeshtërisë, historisë dhe dashurisë për punën. Në një botë ku moda shpesh shihet si ndjekje e trendeve të përkohshme, dizajnerja Albina Bajgora vjen me një qasje të veçantë. Ajo krijon veshje që kanë shpirt, histori dhe përkushtim. Pasion ky i trashëguar nga nëna e saj. I gjithë frymëzimi jam ka filluar mas pari prej një fletore të vogël, e cila e ka pas nana jam. Aty ka pas skicat të ndryshme të veshjeve, metodat të ndryshme, teknikat të ndryshme që i ka pas qysh në atë kohë, edhe mendoj që qysh e vogël jam inspiru prej asaj fletore, që në atë vakt ndoshta ka mujt me më dogë veç si copë letre, mirë po brenda ka pas shumë përkushtim, dashuri edhe ka pas shumë mësime brenda saj. Edhe sëda e kësaj dite, nana jam mbetet një inspirim për mu. Mendoj që ajo edhe pse nuk e ka zhvillu modën profesionalisht, mendoj që përkushtimi i saj edhe dashuria e madhe, pasioni që e ka pas për këtë drejtim, mendoj që më ka shty edhe mu me kon pjesë e drejtimit edhe me studiu. Si ndjeni që tash jeni, ndoshta aty a plotsu ëndrrën e nanës tuaj, edhe që jeni një farë lloj trashëgëmie, ndoshta ashtu. Mendoj që e konsideroj veten shumë e fat që mu ka jap mundësia me realizu ëndrrën asaj edhe tamën, edhe me e ndaj të njëjtin ambient të punës me mamin. Besoj që nuk ka ndjenjë më të mirë sesa me qenë e pranishme me familjarë dhe rrethume me dashni edhe mi plotsu ëndrat e të gjithëve. Ajo flet edhe për sfidat që ka hasur në këtë fushë. Sfidat e para, normal që me qenë një treg kaq konkurrues si dizajner e re, mendoj që ka shumë sfida, duke fillu prej mësimit të qepjes, se për shkak në anën vizuale të dizajnit kam qenë gjithmonë e interesuar, ngjyrat, kombinimet, mënyra që rrobat janë kombinuar mes vete apo teksturat, mendoj që kam arrit me kuptu qysh një veshje mundet me përqu personalitetin e një personi. Mirë po çka u kon sfidë ka qenë mësimi i qepjes, teknikat e ndryshme për shkak që është shkollë në vete. Edhe mendoj që qepja ka qenë kryesorja, derisa kom hi në botën e qepjes. Mirë po më pas mos të flasim për investimet financiare, për investimin e kohës, për mënyrën qysh ndoshta ndonjëherë edhe të humb besimin në vete që nuk je mjaftueshëm për këtë treg ose e krahason veten me dizajnerat e tjerë, mirë po çdo ditë është më e bukur se tjetra, është sfidë në vete, gjithçka çdo ditë bën ndryshim dita ditës. Sa ka qenë ndoshta e vështirë edhe me gjetë një stil që të përshtatet edhe ty, po edhe njerëzve të tjerë ndoshta që e përqafojnë atë stil. Mendoj që unë si dizajnere personalisht nuk kam qenë një që e ka ndjek trendin. Kam pas një stil tamin, edhe atë stil jo mundu me përqu te klientat e mi. Edhe besoj që sfidë tjetër ka qenë me e fitu besimin e njerëzve, mirë po kur e arrin me fitu besimin e njerëzve është ndjenja më e mirë edhe nuk mundesh me e përshkrua as me fjalë kur e ki dashurinë prej klientave dhe ja u jep përkushtimin 100%. Si që ceka edhe në fillim që nuk jam person që i ndjek trendin, unë jam më shumë i pjesës së elegancës, ndjeshmërisë edhe mënyrës qysh me e shpreh dashninë për njerëzit, për gratë që vinë në ateljen tonë me e shpreh në forma të ndryshme të dizajnit. Edhe mendoj që ajo është ndjenja më e bukur edhe më e mirë kur e shpreh përkushtimin tënd të plot, mundohesh me shpreh secilin emocion që mundet me të ardhë prej një bisede tepër të shkurt me personin në fjalë. Edhe ajo është ndjenja më e bukur për me qenë pjesë e kësaj industrie.
Pavarësisht tregut dhe konkurrencës, Albina ka arritur të ruaj autenticitetin dhe punën artizanale. Mendoj që së pari mundohna me e njoft ma shumë klientin, me e pas një bisedë pak ma të gjatë me klientin, që me ditë edhe pak a shumë se çka po dëshiron. Edhe prej personalitetit të tij mendoj që vjen edhe ngjyrat që munden me ju përshtat, edhe të gjitha teksturat apo format trupore që munden me i shku secilës grua, se jo të gjitha modelet përshtaten për secilin person. Kështu që mundohemi me ia qit në pa forma trupore edhe në mënyrën më të mirë me e përshtat fustanin për secilën. Është i vështirë ndoshta kjo pjesa e komunikimit me persona që me i tregu se çka i përshtatet edhe se çka i shkon. Shpesh herë është edhe sfidë në vete, për shkak që shumica e grave për shembull vinë me një foto dhe mendojnë që ashtu kanë modok si modelet në foto, gjë që është zakonisht e pamundur. Mirë po duhet me shtu gjithmonë një dozë të timen edhe mendoj që e mirë këpresin shumë mirë. Kur ja u japi një këshill ose i sugjeroj me bo diçka tjetër, mirë po prapë në fund dëshira e klientit gjithmonë mbetet atë. Mendoj që Photoshopi është diçka të cilën nuk po mundemi me evitu në kohët e sotit. Mirë po mendoj që secili fustan duhet me e fol atë gjuhën e vet, me e shpreh atë për cilën u kriju dhe nuk mendoj që është e nevojshme Photoshopi apo me i bo forma trupore për me ndryshu forma trupore të gruas, për shkak që secila është e bukur në veten e saj. Fustanet që krijon Albina kanë fokus elegancën dhe materialet e përzgjedhura me kujdes. Mendoj që të dyjat, nuk mundesh me evitu. Mendoj që edhe ato kur e kanë modelet e veta, mundohemi ne me i shtu edhe ide tona duke i përkra idetë e tyre edhe prej koleksionit tem. Shumica e klientëve të mia e besojnë krijimet e mia, idetë e mia dhe nuk më bën shumë me ndryshu ose me pas pak kënaqësi. Dhe që kjo është pika kryesore dhe që kjo vlen në fund të ditës. Cili është ndoshta një fustan apo një koleksion që ty të flan zemër? Një koleksion që më flan zemër është koleksioni i sfilatës. Pavarësisht që janë krejt fustanat mbrapa meje për momentin, koleksioni, punimi i sfilatës, tema e cilën e kam përzgjedh, mbetet shumë e veçantë për mua dhe një eksperiencë shumë e veçantë. A ka qenë mami mbështetje edhe në këtë koleksion? Patjetër, ka qenë mbështetja kryesore, familja ka qenë mbështetja im kryesore jo vetëm në sfilat, po prej ditës parë kur jam fillu me u marrë me këtë rrugë tem. Ka qenë inspirim edhe mbështetje kryesore. Albina është shembull i një trashëgimie që jeton përmes pasionit dhe dashurisë për punën.